Shkodra përjetoi një nga anetet më të veçantë të karnavaleve me një paradë unike karrosh alegorike, dritash dhe personazhesh që pushtuan rrugët kryesore të qytetit, ngjyrat, kostumet kreative dhe energjia pjesëmarrëse e kthyen qendrën në një skenë të hapur feste. Çdo vit është të bë edhe më bukur, edhe shpresoj që të bëhet edhe më bukur. Atmosfera është shumë e bukur, çdo gjë perfekt. Shumë më mirë edhe çdo ditë ashtu bë më bukur. Venecian gjithmonë janë më të veçantë. Është një super organizim se edhe për një të ri që mund të bëj diçka më të ri edhe më të bukur, edhe pse jam me kalu kohën e lirë që ne mund të kemi. Çështë kam marrë vjet mos i kam menduar që më ardh karnevalit prep. Kena dal me familjen, kena bë paradën me qendrën kulturore. Mu m'pëlqejnë shumë të namaskat, festat tana. Po, mu m'pëlqen shumë, ishte një festë fantastike, kam kënu gjithçka perfekte. Po, ishte një realizim shumë i bukur, ngjyra dhe drita, karnavalet shumë bukura. Karnavalet e Shkodrës janë më të bukurat. Po, mua më kanë pëlqyer shumë karnevalet dhe jam e lumtur që jam këtu. Më pëlqen me vesh si karnavalesh edhe pëlqen me vesh hop mask. Karnavalet këtë vit i përjetoj shumë mirë, më sjellin shumë emocione, shumë ngjyra të bukura, kam festu, kam kënu, kam kërcy, jam shumë e gëzuar. Karnevalet janë shumë të bukura dhe jam kënaqur shumë dhe kam kërcyer me shokët dhe me shoqet dhe kam bërë shumë qejf. Me fytyrë qeshun e zemër të bardhë, do të festojmë të gjithë bashkë. Shkodra thot mirë se ke ardhur, Karneval 2026. Karnavalet vazhdojnë dëshmojnë se Shkodra ditë bashkoi traditë me kreativitetin modern, duke i dhënë qytetit të ritëm, ngjyra dhe jetë.